Tani, unë e kam thënë shpesh herë dhe po e përsëris që gabimet politike të disa partive në të kaluarën i kanë dhënë mundësi një partije politike, si që është Lëvizja Vetëvendosje, të ngritet. Jo pse ka qenë ai kontributi tyre ose veprat e tyre edhe si parti opozitare që e kanë bërë qytetarin që t'i votoj ata. Asnjëherë, sepse ju e dini se çfarë vepra dhe me çfarë mënyre ata janë ngritur. Domethënë, qytetari i Republikës Kosovës nuk vlerëson qasje në mënyrën e tillë të ngriturit politik. Mirë po, si rezultat i gabimeve dhe dëshpërimit që kanë pas nga mos reformimi disa partive politike në të kaluarën, atëherë kanë parë si shpresë, si mundësi ta provojmë edhe këtë. Kjo do me thonë ka qenë filli i ndryshimit dhe i besimit, një lloj shprese do me thonë. Dhe ky binomi shpresës që është krijuar në mes të Vjosa Osmanit dhe partneritetit me Lëvizjen Vetëvendosje, sikur i ka dhënë qytetarëve një shpresë që diçka më ndryshe do të bëhet edhe ky vend do të zhvillohet.